Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hita ka deklaruar se uniformat blu kanë hyrë në një fazë të re të monitorimit të qarkullimit rrugor ku teknologjia zëvendëson subjektivitetin. Gjatë një aktiviteti të përqendruar te rritja e parametrave të sigurisë, Hita theksoi se epoka e ndalimeve pa shkak ka përfunduar. Kreu i policisë nënvizoi se orientimi i ri bazohet në parimin se faktorin e përcakton teknologjia inteligjente si pajisjet poliskan, radarët automatik dhe dronët e avancuar dhe jo intuita e punonësit të policisë. Për të mbushur një ndër prioritetet madhore të policisë së shtetit, siç është rritja e parametrave të sigurisë rrugore, dua të ndalim te iniciative rëndësishme që kemi ndërmarrë në mënyrë se si e kontrollojmë qarkullimin. Koha e ndalimeve pa shkak apo e gjuetisë së gjobave ka marrë fund. Sot, policia e shtetit ka hyrë në epokën e monitorimit inteligjent. Strategjia jone e re bazohet në parimin. Fajtorin e përcakton teknologjia dhe jo intuita. Përmes mjeteve inteligjente si pajisjet poliskan, dronëve të cilësisë të lartë dhe radarëve automatik, ne evidentojmë shkeljet në kohë reale pa ndërprerë rrjedhën e trafikut dhe pa krijuar stres të nevojshëm të drejtuesit të rregullt të mjeteve. Teknologjia nuk na shpëton dot nëse mungon vetdia. Prandaj gjej rastin të mbithirje të gjithë drejtuesve të mjeteve. Shpejtësia vret. Mos nxitoni për të mbërritur disa minuta më parë, duke rrezikuar të mos mbërrini kurrë ose për të mbërritur të gjymtuar. Hita shfrytëzoi rastin për të bërë apel drejtuesve të mjeteve të shmangin shpejtësinë, përdorimin e celularit në timon dhe konsumimin e alkoolit, duke i cilësuar këto sjellje si një rrezik fatal për jetën.